takojnë Allahut subhanahu wa taala që na ka mundësu të tubohemi në këtë vend dhe për kësi lloj aktivitetesh. Që në fillim e lusim Allahun e madhruar, kështu siç jemi të tubu në këtë vend, na tuboj edhe në xhennetin Firdaus. Me siguri e keni pa lajmërimin të nderuar vëllezër të pranishëm se për çfarë teme do t'i themi disa fjalë. E kemi pa të arsyeshme që përpara Ramazanit flasim diçka për përgatitjet e nevojshme që duhet t'i ketë një besimtar përpara ardhjes së këtij mysafirit të madh. Ardhja e Ramazanit është një punë e madhe që duhet të ndikojë shumë të zemrat e besimtarëve. Agjerimi i Ramazanit nuk është një punë e vogël, është një shtyllë mbi të cilën ngritet feja islame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini, domethënë ato shartet e Islamit, ka thënë buniyal islamu ala khamsin. Islami ndërtohet. Nëse përkthejmë bukfalisht, është shprehje Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Dhe i dini ato cilat janë ato 5 shtylla, dhe një prej tyre domethënë e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimin e Ramazanit. Është një shtyllë e madhe, është një punë e madhe, është një mysafir. Domethënë do të flasim diçka për përgatitjet e nevojshme që duhet t'i ketë parasysh secili besimtar përpara këtij adhurimi të madh, në mënyrë që të përfitojë maksimalisht, domethënë prej këtij ibadeti të madhështor. Do të flas diçka për kuptimin e ibadetit, për kuptimin e asaj me kon adhurues, ibadetxhi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj hoxha i nderuar mysafiri jon që vjen nga Mitrovica, hoxha Fatmir Efendi Latifi, do të flas për përgatitjet konkrete që duhet t'i merr dhe t'i bëjë një besimtar përpara se me filluar agjerimin e muajit të Ramazanit. Arsyeja, hikmeti dhe urtësia pse na ka kriju Allahu subhanahu wa taala është që ne me konë robër adhurues ndaj tij. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Dhariyat: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit, thot Allahu, nuk i kam krijuar për diçka tjetër përpos që mua të më adhurojnë, ose me fjalë të tjera, përpos që të jenë robër të mi. Shikoni, secila krijesë, qoftë e gjallë apo e vdekur, qoftë me shpirt apo e ngurt, e ka një qëllim pse ekziston. Dhe nëse lexon librat e shkrimtarëve për fenomenet e ndryshme dhe për gjallësat e ndryshme që ekzistojnë në këtë botë habitesh, dhe e kupton atë përgjigjen të cilën Musa alayhi salam i dha, edhe Haruni alayhi salam, dy vllazërit pejgamberët e Allahut, i dhan Firaunit. Ai tha: "Wama rabbukum ya Musa? Wama rabbukuma ya Musa?" Kush është ai Zoti juve? E pyeti Firauni Musa. Thanë ata: "Rabbuna alladhi khalaqa kulla shay'in, Rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada." Zoti jon, thanë ata dy, i thanë Firaunit, është ai i cili ka krijuar gjithçka edhe e ka udhëzuar. Gjithçka e ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Çka do me thonë kjo? Allahu e ka udhëzuar gjithçka. Kjo do me thonë se Allahu subhanahu wa taala gjithçka ka kriju për një qëllim caktuar, edhe njeriu. Për shembull, në botën e gjallënesave tjera përveç njeriut, përmendin dietarët se ekzistojnë për shembull disa lloje të insekteve që e blujnë ushqimin, veç atë kokrën e drithit, grunit ose elbit, çfarë do qoftë ai prej drithnave. Ekzistojnë disa insekte, thonë disa shkencëtar, që e kanë vetëm çket punë. Veç e blujnë, kur e blujnë ushqimin, vjen një mis tjetër, një insekt tjetër, e mbyt atë blujtsin edhe e përdor ushqimin. Edhe kjo shkon deri në ditën e Kiametit. Çashtu e çat punë kanë ata. Ata e kanë domethënë çat punë. Pastaj domethënë edhe shumë gjallënesa tjera për ato peshqit për shembull që e bëjnë atë rrugën e gjatë prej domethënë Evropës perëndimore në Amerikë që kthehen tër jetën e kalojnë në udh, pastaj për një lloj marimange e përmendin disa prej shkencëtarëve, që i bën disa fluska të ajrit në brendinë e ujit
për me i lëshu vezët e vet, me i rrit ato të voglit, edhe këtë jetën e ka çata. Kjo do me thonë, Rabbuna alladhi ata kulle shay'in khalqahu thumma hada, Zoti jonë është ai i cili çdo gjë e ka kriju dhe e ka udhëzu, do me thonë e ka kriju për një qëllim caktuar, çdo send. Mirë po Allahu subhanahu wa taala njeriun 100%, si e përmend ajetin, e ka kriju për një qëllim të caktuar, që është me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Për me adhuru Allahu, me boj ibadet Allahu, për ndryshe, nuk ka mana pse ekziston ai. Badjava ekziston, badjava lodhet dhe çlodhet e pushon, ndoshta ecë, vrapon, shkon këtu e aty, badjava nëse nuk e realizon qëllimin për të cilin e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. E ky qëllim, për dallim prej krijesave tjera, te njeriu është i lirë. Allahu e ka bojë ibtila njerin. I ka thonë, kjo është qëllimi për cilin kam kriju unë, me qenë robi im i adhurus, i badet gjë, me mu nënshtru mu. Mira më i lirë. Wa hadaynahu najdain. Thot Allah, njerit ja kemi kallëzu dy udhë. E ka kallëzu udhën e pejgamberëve, që çon në xhennet, mirë po, i ka lënë të lirë njerëzit që nëse dikush prej tyre nuk do me shku mas pejgamberëve, mundet me shku mas iblisit, mas shejtanit, edhe fundi çka është? Fundi janë se e then qafën në xhehenem. Do me thonë, ne duhet të vetëdijsohemi, të jemi të mençur, të jemi vigjilent, ta realizojmë qëllimin për shkak të cilit Allahu na ka kriju neve. Dhe nëse këtë e realizojmë, atëherë jemi fitimtar, dalim fitimtar prej kësaj botës. E cila është ajo karakteristika më e veçantë e ibadetit? Nëse dikush pyet, mirë, që ekzistojnë për me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Parashtrohet pyetja, cila është ajo veçoria më dalluese e ibadetit? Thon dietarët, të nuk janë fjalët e mia, po thënë studiusit, kolosët, inteligjenca e muslimanëve, thonë se veçoria më e theksuar e ibadetit është me nditi nevojën për ibadet. Nëse ban ibadet mirë, po nuk e ke qartë këtë gjë, do me thonë është pikpyetje, do me thonë se sa është i vërtet dhe sa është thelpsor adhurimin të cilin ti e ban. Do me thonë me konë robi Allahut, me konë adhurusi Allahut subhanahu wa taala, do me thonë me konë nevojtar për çket ibadet, për Allahun subhanahu wa taala. Dush me ndi se je, do me thonë fukara për këtë gjë. Mi pas krejt pasurinë e dunjas. Dush me ndi në shpirtin tënd. Kjo është ajo filozofia e ibadetit, me kuptu çka do me thonë me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ha? Kjo do me thonë se me pas me ndi nevojë në shpirtin tënd dhe në zemrën tënde, se do me thonë për Allahun azza wa jall. Nuk është ibadeti veç me hek një obligim prej qafës tënde, prej supeve tua. Jo. Ibadeti është arsyeja pse ti ekziston. Nuk është e mundshme që një njeri, do me thonë, ta arrit dinjitetin e plot të njeriut, nëse nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe nëse nuk ndi nevojë për këtë ibadet. Thot Allahu subhanahu wa taala, ja ejuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O njerëz, ju jeni fukara për Zotin, për Allahun, ju jeni të se çfarë më thon fukara? Që e përdorim një fjalë, do me thonë edhe pse është arabisht fukara, është shumë si fjalës fakir, do me thonë varfanjak, i varfër. Pse ai që s'ka pasuri quhet i varfër? Se ka nevojë për shtëpi, ka nevojë për gjanat elementare të jetës vet. Thot Allahu subhanahu wa taala, o njerëz, ju jeni fukara dhe keni nevojë për Allahun, kurse Allahu është i pasuri dhe ai i cili meriton të gjitha falënderimet. Allahu s'ka nevojë, për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për askënd, apo? Dhe të gjithë njerëzit kanë nevojë për të, edhe krijesat. Të gjitha krijesat kanë nevojë për ta. Kështu duhet ta kuptojmë ibadetin. Do me thonë, ibadeti është një nevojë e shpirtit, të cilën patjetër duhet ta realizojmë. Çfarë do me thonë me kon fukara ndaj Allahut subhanahu wa taala? Me pas nevojë. Çfarë do me thonë me pas nevojë ndaj Allahut subhanahu wa taala? Kjo do me thonë se me tërë qenjën tënde, me tërë trupin tënd, me tërë aktivitetin tënd, me të gjitha lëvizjet e tua, duhet t'i drejtosh për Allah. Atëherë merr kuptim jeta jote. Shikoni se si thot Allahu subhanahu wa taala, si e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta kuptojë jetën. Çfarë si e kupton jetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?
dhe si duhet ta kuptoj jetën secili prej besimtarëve. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi jem, haxhi jem ose kurbani jem, jeta ime dhe vdekja ime jam për Allahun Zotin e botrave. Tu është, dhe me thonë, krejt jetën tënde ta orientoj, se besimtari, dhe me thonë, edhe veprat e ndryshme që i bën në përditshmërinë e tij, duhet t'i drejtoj në këtë vi, në këtë rrjedh, që t'jenë për hir të Allahut, edhe gjumin, edhe veshin, edhe ecin, edhe gjithçka. Edhe atëherë bëhet krejt jeta e jote shpërblim. Krejt jeta jote bëhet, dhe me thonë, ubudijet, me qenë rob i Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm me qenë rob i Allahut subhanahu wa ta'ala, mos mendo se vetëm kur fal namaz, ose vetëm kur agjiron. Ti duhet të realizosh qëllimin për shkak të cilit ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala në çdo lëvizje tënde. Nëse kështu e kupton jetën, nëse kështu e kupton ibadetin, atëherë ke bën një themel shumë të rëndësishëm mbi të cilin do të ndërtosh të gjitha ibadetet dhe veprat e tua në të ardhmen. A kupton? Nëse i analizojmë të gjitha ibadetet e ndryshme, se ibadetet janë ndryshme, apes janë, do me thonë, shtyllat e islamit, apo? Do të vërejmë se të këto ibadete një karakteristike përbashkët e krejt ibadeteve është se njeriu nëpërmjet këtyre ibadeteve, namaz, agjërim, zeqat, hax, fjalët e mira, apo lexim të Kur'anit, dhikri, istighfari, taubja, urdhim punë të mirë, ndalje për punë të këqija. Me krejt këto ibadetet e kanë një karakteristikë të përbashkët në vetvete. Cila është ajo? Se ti kje, do me thonë, ti je fukara, ki nevojë për Allahun azza wa jall. Kuptoje këtë. Ti ki nevojë për Allahun azza wa jall. Analizoje për shembull vetëm namazin, për kuljet, gjunjëzimin, në nshtrimin që e bën përpara Allahut subhanahu wa taala, ti me veprat dhe lëvizjet e tua e shpreh se o Allah, unë jam ai që kam nevojë për ti o Zot. Mos e kupto të kundërtën, mos kujto se Allahu azza wa jall li prej teje, ti me bën diçka për ta. Kjo është për ti, namazi është për ti. Është për të mirën tënde, për shpëtimin tënd. Njëta të gjitha ibadetet, thonë dietar, do të thonë nëse analizojmë edhe agjërimin edhe haxhin, besimtari nëpërmjet tyre e shpreh nevojën që ka për Allahun azza wa jall. Nevojën që ka për Allahun subhanahu wa taala. Dhe nëpërmjet këtyre ibadeteve, njeriu, do të thonë, se namazi për shembull, që është një ibadet shumë i madh i rëndësishëm për Allahun subhanahu, për besimtarin që me të cilin e ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Edhe agjërimi, krejt këto shpihen, do të thonë, në realizimin e qëllimit të ekzistimit. Nëse ti e bën namazin, do të thonë, e ke çuar vend arsyeën pse je, pse ekziston. Se këto pyetje të vëllezër, pse, do të thonë, pse ekzistojmë, ku do të shkojmë, nga erdhëm, veç hajvanatin nuk i preokupojnë. Krejt njerëzit historikisht njerëzit nëse i merr librat e historisë, do të thonë, do të vërej se në për librat filozofik, vazhdimisht njeriu është marrë me këto, pse ekzistojmë. E këto ibadetet na kallëzojnë neve pse ekzistojmë. Përveç hajvanati jo, s'ka, do të thonë qëllimin kryesor të tij e ka me emrin një ushqim të caktuar që e ka përpara vete. Qoftë ai bar, qoftë ndonjë ushqim tjetër që ata e ka. Prandaj edhe s'kan histori ata. Hajvanati s'kan histori, apo s'ka për shembull stërgjishe, babgjishe, skornipa, apo të hajvanati nuk ka. Kështu këto janë fjalët e dietarëve që unë i kam lexuar domethënë në librat e tyre. Kurse njeriu i cili domethënë nuk ka arsye të ekzistimit përveç me hangër, me vesh, me u vesh, me u martu, me u knaq, me u dëfri, me shku në bazen, kjo për shaka ke, me shku në deti, nëse s'ka tjera qëllime, nuk ka dallim prej hajvanatit. Vallaj, nuk ka dallim. Se njerëzit, do të thonë, qëllimi i ekzistimit tij është shumë i madh. Edhe pastaj, do të thonë, normalisht ata janë munduar me dhënë përgjigje të ndryshme, por vetëm pejgamberi Allahu subhanahu wa taala i kanë dhënë përgjigjen e vërtet, pse ekzistojmë ne. Dhe këto ibadete, do të thonë, duhet t'i kuptojmë kështu, se janë, do të thonë, mjetet më të rëndësishme, të vetme që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala për me realizu në qëllimin pse ekzistojmë. Mirë, si arrihet
kjo nevojë, thot dikush unë e qep mirë, po e pranoj se duhet me pas nevojë për Allahun, për ibadetin. Duhet me konë unë e fukara për këtë punë, edhe nëse jam i pasur materialisht. Duhet me ndi veten shumë nevojtar, për këto ibadete. Si ta mri këtë qëllim kaq nalt, edhe fisnik. Kjo arrihet, ky qëllim arrihet me dy gjëra, ose realizohet. Ti do t'jesh nevojtar për ibadet, do t'jesh nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Do ta preç, me një dëshirë shumë të madhe ardhjen e Ramazanit, konkretisht, me realizimin e dy gjëra. Nëse ato dy gjëra i kin rregull, kjo vjen automatikisht si rezultat dhe si pasojë. Ajo është, e para është me njoft Allahun azza wa jall. Me njoft madhrinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe e dyta me perceptu se sa, i pa aft dhe i pa fuqishëm dhe i vogël është njeriu. Sikur njerëzit ta njihshin Allahun azza wa jall, me siguri se do të ndinin nevojë të madhe për me adhuru ata. Po problemi është se nuk e njohin njerëzit Allahun të nderuar vëllezër. Esenca e besimit është me njoft Allahun. Pejgamberët në tokë kanë ardhur me na treguar neve se kush është Allahu dhe çka do ai. Këtë njohim nëpërmjet besimit, emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Veç nëse lexojmë për shembull Ayatul Kursiyin që ne duhet ta lexojmë mbas secilit namaz. Do të vërejmë, diçka prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohet. Ai është i gjalli dhe mbikëqyrësi i gjithçkaje. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kurse merr kotja as gjumi ata. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Te Allahut janë gjithçka që ka në qiell dhe në tokë. Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Kush ka mundësi kush është ai që mund të më ndërmjetësojë te Allahu pa lejen e tij? S'ka më mujt me ndërmjetësojë te Allahu pa lejen e Allahut askush, as pejgamberi alayhis salam. Derisa Allahu është i madh. Allahu subhanahu wa taala është i madh. Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu e dit, të ardhmen dhe e dit kalumin. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor thot: "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Njerëzit nuk e kanë vlerësuar Allahun si meriton Allahu subhanahu wa taala. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah." Toka do të jetë në grushtin e tij ditën e Kiametit. Krejt toka. "Was samawati matwiyatun bi yamini." Qijet, krejt 7 kat qiej, do të jenë të palume në të djathtën e tij. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. E kush je ti përballë Allahut? Kjo është krijuesi yt, i cili është i vetmi që meriton që ti me pluhnos ballin tan në sejdë për ta. Wallahi, sikur ta kishin njoft njerëzit Allahun azza wa jall, ashtu siç meriton Allahu, me siguri që ndryshe do të silleshin dhe do ta adhuronin ata. Mirë, po njerëzit është problemi se nuk e njohin Zotin e tyre. Prandaj masën e as nuk e do sa duhet, nuk i friksohet, i ban krejt zezat, pse nuk e njeh, ai nuk e di se çka do me thonë me kundërshtu fjalën e këtij Zotit të madh, nuk e di. Prandaj Fudajl ibn Iyad shafa ka thonë kush e njeh Allahun më mirë, më shumë i friksohet atij. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allahu t'i friksohen ata të diturit, ata që e njohin Allahun azza wa jall. Ai që e njeh Allahun subhanahu wa taala i friksohet. Mirë, po ai që nuk e njeh, ai nuk e do, nuk i friksohet, nuk mbështetet në ata, nuk lidhet me ta. Prandaj kërkohet për neve që ta njohim kush është Allahu, të cilit ne obligohemi 5 herë në ditë, domethënë t'i bëjmë sejdë dhe ruku. Ta gjunjëzojmë dhe nënshtrojmë vetveten përpara këtij krijuesi të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: toka në krahasim me qiellin e parë është sikurse një hallk me gjujt në shkretin. Pastaj i pari me dytin është sikurse qielli me tokën, qielli i parë. E kështu me radhë. Pastaj 7 kat qiejt në krahasim me kursinë e Allahut subhanahu wa taala që përmend në Ayatul Kursi.
thot pejgamberi sa, janë sikur se një disa dinar kur i fug në mburoj prej hekurit, çaqe vogël. Pastaj do me thonë, kursia në krahasim me arshin, fronin Allahut, të cilin një prej cilësive Rabbul Arshil Adhim që e ka përmendur Allahu për arshin është arshi i madh. Se arshi është krijesa e fundit në këtë univers dhe krijesa më e madhe. Allahu është mbi arsh, mirë po arshi në krahasim me Allahun subhanahu wa taala shumë i vogël. Andaj nuk mund ne ta paramendojmë se sa është i madh Allahu subhanahu wa taala. Andaj themi në çdo namaz ku lidhemi Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. E këtij Zotit, këtij krijuesit, ne duhet që t'i bindemi, të nënshtrohemi, t'i respektojmë fjalët e tij, të mos i shpërfillim fjalët e tij, të mos i shkelim kufit e tij. Të mos bëjmë gjunahe. Mos shiko se sa është i vogël gjunahi, po shiko se sa është i madh ai të cilit ti po i bën gjunah. Mos këshill se sa është i vogël gjunahi, po këshill se sa i madh është Allahu subhanahu wa taala. Këto janë disa principe dhe bot kuptime dhe mënyrat mendumit të cilat duhet i ketë secili besimtar në zemrën e vet, nëse dëshiron që do me thonë ta kuptojë drejt çka do me thonë me boj ibadet Allahut. Çka do me thonë jam kriju për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kjo është esenca e kuptimit të ibadetit. Nga ana tjetër, sa më të plot që e ke perceptimin tënd për Allahun subhanahu wa taala, për madhrinë e Allahut subhanahu wa taala, sa më i madh që është Allahu në zemrën tënde, çaq më i vogël ka me të duk vetvetja, më i pafuqishëm, më i paaft, thot Allahu subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Le të shikojë njeriu se prej çka ai u kriju. Khuliqa min ma'in dafiq. U kriju prej një pikë uji që del vrullshëm. Çati kush je? Prej një pikë uji. Nashta mundesh me i pas shumë të mira në këtë dynja. Po ti je kur gjatë, je, domethënë kur gjatë nuk je. Je shumë i vogël, shumë i pafuqishëm, kur gjatë s'ke dorë. Andaj prej besimit të vërtetë është me besu se gjithçka është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. I thuhet mbretnia dhe prona e universit realisht është në dorën e Allahut, jo në dorën e njerëzve. Nëse dikush është mbret i një shteti, pale sa diktator me kon, ku me di sa diktator me qenë, prapë se prapë ai nuk i ka këtë, nuk e di se çka ndodh gjithçka në perandorinë e tij. Çdo moment mundën me marr perandorinë, atë shtetin dhe pronë apo, për dallim prej Allahut subhanahu wa taala, i cili realisht e ka, domethënë çdo sen në dorën e tij, gjithçka mund të ndryshojë. Kjo është Allahu subhanahu. Po Allahu falyanzuril insanu mimma khuliq. Le të shikojë njeriu se prej çka ai u kriju. Khuliqa min ma'in dafiq. U kriju prej një pikë uji që del vrullshëm. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Që del ndërmjet boshit kurizor dhe brimve. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allahu është i fuqishëm që me kthim në jetë këtë pikën e ujit. Yawma tubla as-sara'ir, kur do të dalin atë për ditën e Kiametit. Kur do të shfaqen të gjitha fshehtësit. Allah, kjo është një thirrje për Allahun subhanahu wa taala me kuptuar se sa i vogël dhe sa i pafuqishëm dhe si duhet ta perceptojë njeriu vetveten, si duhet ta kuptojë kush është ai. Dhe me nxitu, domethënë, në këtë jetë të realizoj qëllimin e madh për të cilin, domethënë, e ka sjell në këtë jetë krijuesi Allahu subhanahu wa taala. Këto janë dy kushtet nëpërmjet të cilave njeriu realizon nevojën e vet që ka ndaj Allahut subhanahu. Njihe Allahun, njihe madhrinë e Allahut dhe njihe dobësinë tënde, ato janë të lidhshme. Domethënë në mënyrë, domethënë të ndërsjellë të veprojnë. Sa më mirë që e njeh Allahun, çaq më, domethënë, i vetëdijshëm do të jesh për realitetin tënd si krijesë, po edhe për realitetin e krijesave tjera, se sa të pafuqishme janë. Dhe kundërta ndodh, sa më pak e njeh Allahun, çaq më shumë mashtrohesh. Aq më shumë të kap, domethënë, vetpëlqimi, të kap, domethënë, ujbi. Aq më shumë mashtrohesh se ti mund të bësh këtë e atë, bën në realitet je një krijesë shumë e pafuqishme përpara Allahut subhanahu wa taala dhe do e mos nëse dëshiron që të shpëtosh, duhet që ti nënshtrohesh atij. Do të përmendi shkurtimisht, domethënë, shenja se si realizohet nevoja jon për ibadet. Nevoja jon për me qenë robër të Allahut subhanahu wa taala. Se ndoshta shumë njerëz e pretendojnë
me gjuhët e tyre se janë robër të Allahut subhanahu wa taala, mirë po nëse ajo nuk shfaqet dhe nuk realizohet me vepra, do me thonë nuk ka shumë pesh. Nuk ka shumë pesh me thonë po unë jam musliman, nuk ka shumë pesh me thonë po unë jam rob i Allahut, nëse këtë gjë nuk e dëshmon me punë, me praktik. Do thonë kjo është, kështu është besimi, kështu është feja. Nuk mjafton fjala nëse nuk shoqërohet me vepër. Andaj imani te ehli suneti është me thonë shahadetin dhe me e kallëzu me punë shahadetin. Këto dia quhen në definicionin e dietarëve të akides iman. Këto dia së janë imani. Nuk ka iman veç me gjuhë. Siç nuk ka iman veç me punë, po duhet bëhen bashkë dhe atëherë ne, do të përfitojmë. Atëherë do të jemi realizues, të ubudiyetit, me qenë rob i Allahut, me qenë ibadetxhi, me qenë adhurues i Allahut subhanahu wa taala, atëherë kur ti kuptojmë, ta kuptojmë kështu, nga ky, kështu ta perceptojmë ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe të mundohemi pastaj perceptimin ton të drejtë ta realizojmë në praktikën tonë. Janë disa shenja që flasin për atë se kur njeriu tregon nevojshmërinë e tij që ka karshi Allahut subhanahu, nevojën e tij të madhe që e ka për ibadet, për adhurim, për me qenë rob i Allahut subhanahu wa taala. Ato janë të shumta dhe secila prej këtyre pikave që të përmendim mund të mbahen tema në vetëm, por nuk është qëllimi jon ajo. Thash unë që në fillim se do të flas pak për kuptimin e drejtë të ibadetit, pastaj do të pjesa e dytë e kësaj ligjërate është për përgatitjet konkrete që duhet t'i bëjë një besimtar për me prit muajin e Ramazanit si një ibadet shumë madhështor. Për shenjave që flasin për nevojshmërinë e njeriu që ka për Allahun azza wa jall, janë, në gjunjëzimi kulminant përpara Allahut me dashurinë kulminante. Robi duhet të shpreh nëpërmjet ibadeteve të tij, gjunjëzimin kulminant përpara Allahut. Nënshtrohet, e ul kokën, e ul veten përpara Allahut me një dashuri kulminante. Këto tudijat e bëjnë ibadetin. Secili ibadet që bëhet, nëse nuk ka nënshtrim kulmor, ta quajmë kështu, dhe dashuri se një ibadet nuk mund paramendohet se ti a adhuron dikan nëse nuk e do shumë, apo? Këto tudija duhet të bëhen bashkë, që me e formu, atë veprën e njeriu që quhet ibadet. Dhul mahabbe. Në nëshmimi vetvetes, prandaj se ti kur e ul veten me namaz apo me agjerim, me çdo detyrë, të fesë të cilën ti e zbaton e aplikon, ti shpreh, uljen e vetvetes dhe dashurinë kulminante që ke ndaj atij të cilin ti e adhuron. Lidhshmëria me Allahun subhanahu wa taala dhe me gjërat të cilat i do Allahu subhanahu wa taala. Për angazhimi me dhikr të vazhdueshëm dhe me istikfar, me përmend se njeriu e përmend ato që e do, apo? A ki pa dikush ka një lojë, një shok, një hobi, çka do kop diçka. Vazhdimisht e ka, preokupim ta përmend ata. Besimtari është ndryshe. Vazhdimisht e përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhe nëse e shohim jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mësimet e fesë na mësojnë kështu, prej momentit kur i hap syt prej gjumit në mëngjes. Çfarë do të thonë? Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Dhikr. Kjo është me përmend Allahun azza wa jalla. Falëndrimi tek Allahut i cili më ngjalli pasi që më bëri të isha i vdekur. Dhe te ai kemi muri ngjall. Kjo është kuptimi i duas që është sunet me bë kur ti hapi syt edhe zgjohesh në mëngjes për me fal sabaj. Pastaj fal sabajin, pastaj dhikrin, pastaj daljen prej shtëpisë, hyrjen në xhami. Krejt këto, këtë jeta, kjo është prej shenjave se ti ke ti e shpreh nevojshmërinë tënde për Allahun azza wa jalla. Po nuk e shpreh nevojshmërinë e tij që e ka ndaj Allahut pa një njeri i cili nuk e përmend Allahun azza wa jalla. Ai është ngaflet, është i pavëmendshëm. Ai nuk e di pse jeton, nuk e di pse lodhet, pse punon, pse shkon, pse vjen, nuk e di. Se nuk e përmend Allahun azza wa jalla. E preshenja është që ti vazhdimisht me e përmend Allahun subhanahu wa taala, dhe vazhdimisht me bëj istikfar. E katërta është friga që duhet ta ketë secili besimtar, për shenjave të nevojës që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala ibadetit është friga. Këto janë alamete që tregojnë se ti vërtet, e kupton ibadetin. Është friga që duhet me pasë secili besimtar se nuk mund që të mos i pranohen veprat. Mos mendo se je i shpëtuar, mos mendo se nëse e fal namazin gjithçka ka përfunduar.
se besimtari duhet të jetojë me shpresës edhe frikës, vazhdimisht. Alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Për besimtarët e sinqertë Allahu thot, ata janë që japin pasuri prej të mirave që ka dhënë Allahu, e japin zakatin, e japin sadaka, dhe zemrat i kanë të friksuara. Zemrat i kanë të friksuara, se mos vallë nuk do të pranohet. Thot Allahu subhanahu wa taala, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Do thonë besimtarë që do të fitojnë xhenetin janë ata të cilët thonë, o Zot, ne kemi besuar, na mbroj prej zjarreve të xhenemit. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Kush janë këta që luten kështu? Janë ata që bëjnë sabër, janë të sinqertë, që adhurojnë Allahun vazhdimisht. Dhe që në fund të natës lipin falje prej Allahut azza wa jall. Kretë këto të mirat i bëjnë edhe në fund të natës, në kohën e syfyrit, para se me fillu koha e sabahit, namazit sabahit, ata kërkojnë falje të Allahut subhanahu wa taala. Thot Hasan el-Basriu që falen shumicën e natës, edhe në fund para se me hi vakti sabahit, thënë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Zot, falem, se unë ban vaki se kam bën mirat ibadet. Unë ban vaki, nuk jam në rrugën tënde ashtu siç je i kënaqur ti Allah. Kjo është prej alameteve, që secili besimtar do ta ketë. Frika se mos vallë punët e tij nuk mund të pranohen. Pesë, me pas frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala kur je në vetmi dhe kur je në praninë e njerëzve. Njetë, s'ka përpara njerëzve takva, mas njerëzve shejtan. Nuk ka. Kjo është nifak, kjo është dyftërsi, kjo është hipokrizi. Besimtari i frigohet Allahu subhanahu wa taala edhe para njerëzve, edhe shumë njerëz mashtrohen, mësohen për shembull që përpara njerëzve fatkeqësisht bëhen me laçe kurse kur janë vetmi bëjnë të gjitha të zezat Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Alameti i 7 është me madhru urdhnin dhe ndalesën Allahu subhanahu wa taala. Dhe e 6 kjo ishte, dhe e 7 është nxitimi për t'u penduar te Allahu subhanahu wa taala çdo herë që bëjmë një gabim. Se ne jemi njerëz dhe mund të gabojmë, mirë po i shpëtuar është ai i cili pas gabimit shpejton u pendu. Nuk ngul kam në të keqen e tij, nuk ngul kam në gjunahin e tij, por se shpejton dhe pendohet dhe kthehet Allahu subhanahu wa taala, dhe këtë Allahu subhanahu wa taala e do. Kjo është prej bamirësve si thot Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran. Unë me kaq e përfundoj. E tash mund ta merr fjalën hoxha i nderuar Fatmir Lati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. Fillimisht me lejoni të përshëndes me përshëndetjen e bukur islame me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vllazër të mi të dashur, vllazër të dinit islam, vllazër të nderuar, unë shumë ndi veten të privilegjuar sonte që jam musafir i juaj. E lut Allahun xhelle shanuhu që në këtë vend që jemi të hu për ta përmend emrin e tij, për ta përjetu kënaqësinë duke adhuru dhe duke mësu fejnë e tij dhe duke dërgu salavate për pejgamberin e tij. Allahu dhul xhelal të vën dëshmi nesër kur të dalëm para tij, e këtë dëshmi të jetë për ne e jo kundër nesh. Për shkak se i tër jeta jote, e tër veprimi yt nesër në ditën e kiametit kanë më kanë ose dëshmi për ty ose dëshmi kundër teje. E lusum Allahun me rahmetin e tij që të vënë dëshmi për ne e jo kundraj nesh. Të nderuar vëllezër, si duhet ta presim këtë musafir i cili vetë sa nuk ka arrit tek dera jon. Është aq afër sa që tash do të ndodh në ngjarje madhore në qiell para se të ndodhë në tokë. Aja është se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffadat ash-shayatin.
që të thonë gjuhën shqipe, kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit, edhe brangosen apo lidhen djajt, dreqnit e mallkuar. Kjo është vepër e madhe. Kjo është një hap shumë të madh që njeriu ka mundësi ta përmirësojë vetveten e tij. Për shkak se tash dyert e xhenetit i kemi hap. Dyert e xhenemit i kemi të mbyllura. Shejtant i kemi të prangosur dhe nuk na mbetet neve tjetër përveç se të forcohemi, përveç se të rrugtojmë drejt kënaqësive të tij. Prandaj burrat e mëdhej, të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, siç ishin sahabët, pastaj ata të cilët ishin pas tyre, Ramazanin e konsideronin diçka një vlerë shumë të madhe, me peshë të rëndësisë së veçantë. Dhe ata 6 muaj para se të vinte Ramazani e lutnin Allahun Dhul Xhelal që t'i jepte ymër dhe jetë që ta presin muajin e Ramazanit, dhe 6 muaj që shkonte pas Ramazanit i kërkonin Allahut Dhul Xhelal që t'ia pranon Allahu veprën dhe agjerimin që kanë bërë për hir të Allahut Dhul Xhelal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet ju jepte myshde dhe ju bëhej si hariç se është duke na trokit Ramazanin e dyr të tona. Mirë po fatlëmt dhe ata të cilët e kanë fatin e mirë, të nderuar vëllezër, i hapin dyert e zemrave para se të i hapin dyert e shtëpiave të tyre. Kështu që të nderuar vëllezër, i dërguari Allahu thot sallallahu alaihi wasallam, innama as-sawmu amana falyahfaz ahadukum amanatahu. Ky hadith është min Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, që në gjuhën shqipe i vjen Ramazani apo agjerimi me të vërtetë është emanet. Dhe secili prej jush le ta ruaj me kujdes emanetin e tij. Për shkak se emanetin të cilin e kemi marrë para Allahut Dhul Xhelal duhet ta kemi në konsiderat sepse shumica njerëzve janë të shkujdesur, nuk janë të kujdesur në rujtjen e tij. Përderisa Allahu na ka mundsuar që t'jemi gjallë edhe jemi duke prit, menzi nuk presim që ta shohim të gjithë. Edhe mënyra të ndryshme burojnë ato fjalitë tona përmalluese, duke thonë shfaqoj hana e re, për të filluar me mallëngjimin ton më të madhin të mundshëm, për të prit musafirin e Allahut, atë musafir që në historikun e burrave të mëdhej gjërat më të lavdishme, të mundshme, janë të regjistruar në kalendarin e historisë islame pikërisht muajin e shenjtë Ramazanit. A ka vlerë më të madhe, a ka mrekullim më e madhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se sa zbritja e Kur'anit? Allahu thot, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Që do të thot, ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne gjithsesi do ta ruajmë. Që shumë është interesant se Allahu Dhul Xhelal edhe librat para Kur'anit, librat e shenjta, siç ishte Teurati, Zeburi dhe Injili, pikërisht i ka zbrit muajin e shenjtë Ramazanit. Mirë po dallimi mes atyre librave edhe librit ton Kur'anit Adhim u Shen është se ato janë të devijuara, kurse Kur'ani ende është i freskët, futi që ka zbrit në atë ditë. Atë Kur'an të cilin e kanë pas shokët e Resulullahit alayhi salatu wassalam, atë Kur'an e kemi edhe ne. Jo për shkak përpjekjeve të muslimanëve për ta ruajtur atë, por për shkak se Allahu Dhul Xhelal e ka ruajtur, është duke ruajtur dhe ka më ruajtur deri në ditën e Kiametit. Derisa para ditës Kiametit kur ngriten ditë muslimanët, edhe shohin se në mushaf nuk ka Kur'an, është tërhiq Kur'an. Ajo do të jetë para Kiametit, inshallah nuk e takojmë në atë kohë. Të nderuar vëllezër, pse na duhet të përgatitet për Ramazan? Çka duhet na me bë për me kuptuar rëndësinë e këtij musafiri? Se të nderuar vëllezër, ja vlen me u përgatit për Ramazan. Për shkak të vëllezër të dashur se ma lehtë dhe ma mirë se me i përmirësu raportet na me Allahun Dhul Xhelal dhe na me gëzu Allahun me pendimin ton, me të kthyrit e ton të sinqert të Allahu, se sa në muajin Ramazan nuk ke asë një rast ideal tjetër jashtë muajit Ramazanit. Ma letë për të fitu amnestinë e Allahut, se në muajin e shenjtë Ramazanit nuk kemi mujt me gjetë në asë një net
Dhe në asnjë ditë tjetër se sa në brendësinë e 30 ditësh dhe 30 netësh të muajit shenjtë Ramazanit. Mirë po, për ta kuptuar sa i madh është ky Ramazan, sa musafiri bekuar është duke na ardhur, nëse nuk e njohur, edhe Zoti ç'është problemi jon. Sot i umetit Muhammedit alayhi salatu wasalam, se shumica e tyre fatkeqësisht nuk e njohin peshën e Islamit. Nuk e din që mirësi dhe ni'met më i madh në këtë botë, këtë dy janë Zoti me ta dhënë. Mirë po, nuk ka mundësi të krahasohet me ni'metin e imanit, besimit në Allah. E vllazën të dashur, për ta kuptuar sa i madh është Ramazani, çfarë peshë të madhe ka, na duhet ta dimi vlerën e tij. Duhet ta dini se çka ka thënë Allahu dhul Jalal për këtë Ramazan. Çka kanë thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta dimi vllazni se çfarë ngjarjesh historike ka ndodhur mu pikrisht muajin e shenjtë Ramazanit. Atëherë ne e kuptojmë sa kemi nevojë na të jemi të mallëngjyeshëm dhe të përmallueshëm për ta takuar muajin e shenjtë Ramazanit. Sa shumë njerëzve ju ka ik ky muaj Ramazan, sa të mira i ka ik bashkë me ta, e sa shumë njerëz kanë përfituar prej tij nëse e kanë kryer obligimin ashtu si duhet. Prandaj të nderuar vëllazën, nëse na e shfletojmë Kur'anin Kerim, nëse ne i përcjellëm me vëmendje porositë e Zotit ton, Allahut për të cilin e zbresum ballin ton 5 herënditje, dhe i thojnë Allahut subhana rabbiyal a'la, i lartësuar ti o Zoti jon i madhi, dhe nuk ka më të madh për neve sa Allahun dhul Jalal, atëre kuptojmë qartë o vllazën të dashur se Allahu dhul Jalal në Kur'an thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa bukur, sa thjesht, por ngërthen në vete mësime dhe urtësi ky citat i bukur kuranor. Thot Allahu: o ju që keni besuar. Abdullah ibn Mas'udi, njëri prej komentuesve më të spikatur të Islamit dhe të Kur'anit, prej shokëve të afërt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot sa herë thot Zoti në Kur'an: o ju që keni besuar, thot mundone ta përcjellni me vëmendje sa Allahu ty që i thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ty të ka drejtu. Ti i cili ke marr abdes dhe i ke fal 5 vakte, ty të ka drejtu. Ti i cili ki burni, ki ndërshmëri, ki bes, ki erz e namaz, ty të ka drejtu. Ti i cili e ke pranu të jesh musliman, dhe ti i cili shpreson dhe pretendon se më keme qenë banori xhenetit, ty të ka drejtu. Ty thot Zoti: o ti që i ke besu, kutiba alaykumus siyamu, tu ka bë obligim farz me agjeru, kema kutiba alal ladina min qablikum, sikur që ka qenë obligim para tyne, para juve, ata cilët ishin para nesh. E për çka o Zot? La'allakum tattaqun, për shkak se nëpërmjet agjerimit ju do të bëheni më të devotshëm. Ju do ta keni frikë Allahun më shumë. Çfarë lëshmërie ka këtu agjerimi me devotshmëri? Vllazën të dashur, feja jon islame njerëz i drejton dhe i udhëzon dhe i thret dhe i porosit për të kryer obligimet e Allahut dhe për t'u largu prej ndalesave të Allahut. A thu vall ja u imponon? A thu vall me zinxhir i lidh dhe i ngrit në këmbë dhe i zbret ata? Jo. E vetmja gjë që i nxit ata, i lëviz ata, është të kesh frikë Allahun, respektivisht devotshmëria ndaj krijuesit tan. Qysh vllazën të dashur ka mundësi kjo të kuptohet? Kjo ka mundësi thjesht perceptohet, thjesht kuptohet. Se Allahu ka thonë në Kur'an: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e pranon vetëm prej besimtarëve, të devotshëm, besimtarëve të devotshëm. Që do të thotë, nëse juve o njerëz doni t'ja u pranojnë në veprat, ju duhet jeni të devotshëm. A thu vallë, si ka mundësi besimtarit bëhet i devotshëm nëse i kryen obligimet e Allahut me rregull, edhe largohet prej harameve të tij, prej ndalesave të tij? Kjo është devotshmëria. Kjo është ajka e kuptimeve të devotshmërisë. Të dashur vëllezër, një gjë duhet ta kemi parasysh, se ne të cilët jemi duke e prit muajin e shenjtë Ramazanit, në këtë kohë, në këtë muaj të bekuar, ne kemi rastin më ideal të mundshëm që t'i lidhemi raportet e forta tonë me Allahun. Dhe të njëjtën kohë
të gjitha ibadetet që i bëjmë për hir të tij, ta kemi parasysh se duhet ta kemi sinqeritetin në kulminacion. Për shkak se virtyti më i pasur i shpirtit dhe i mendjes dhe i jetës së besimtarit është sinqeriteti. Për shkak se pa sinqeritet asnjë vepër nuk pranohet te Allah. Asnjë punë nuk ka mundësi të depërtojë dhe të pranohet te i Madhi Allah xhalla xhelalu. Agjerimi të dashur vëllazër është adresa më e qelluar e sinqeritetit. Vetëm me ibadetin e adhurimit të agjerimit, me ibadetin e Ramazanit, besimtari mund ta forcojë këtë sinqeritet. Pse të parë të muslimanëve ishin të fortë, pse të parë të muslimanëve ishin të fuqishëm, pse të parë të muslimanëve ishin rezistues përballë stuhive të mëkateve më degeneruese. Njëra prej faktorëve kryesor dhe kyç, sepse ata ishin të vërtet dhe ishin të sinqert në pretendimet e tyre si musliman. Pse sot muslimanët janë mbrapa? Pse sot muslimanët nuk janë në nivelin më të kënaqur të mundur? Për shkak se sinqeriteti i tyre nuk është i vërtetë. Edhe Zoti thuhet atje se pa sinqeritet nuk pranohet asnjë vepër. Po Zoti edhe virtyti i sinqeritetit, si virtyt i çmuar dhe ideal, nuk ka mundësi të ekzistojë në stoik përballë fortunave të mëkateve dhe sulmeve të shirkut të mallkuar, nëse nuk është e vërtetë. Nëse nuk ka virtytin tjetër, i cili është vërtetësia. Tek ne atje i thojmë mukam perime. Perime me plot kuptimin e fjalës. Atë të cilin ti e thu, ta argumentosh dhe ta arsyetosh dhe ta përkthesh me veprat e tuaja, për të cilat sot ndërmjet një të thënë dhe një të bane, ndërmjet tyne është një det i tanë. Andaj Allahu dhul xhelal nuk kërkon për besimtarëve kështu. Kjo duhet jetë bashk, nuk duhet ketë bregdet mes fjalëve tona dhe veprave tona, mes qëndrimeve dhe deklaratave tona dhe veprave tona. Nuk duhet ketë bregdet, por duhet të jenë të afërta, duhet të jenë të përputhura, siç kërkon Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul xhelal në Kur'an tregon për pejgambert e tij se secili prej tyre që ka ardhur prej Nuhit alayhis salam dhe deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë i kanë thirr popujt e tyre në adhurimin e pastër, që e përmendi dhe hoxha Agimi. Mirë, po është interesant se nëse ti e shpjegon Kur'anin adhimu shan, ki me gjetë fjalit dhe porosit dhe thirrjet e pejgamberve me të njëjtin ritëm, me të njëjtin ndërtim të fjalës, që kanë thonë të gjithë u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Që do të thonë gjuhën shqipe, adhuroni Allahun të vetmin, nuk keni zot tjetër pos tij. Të gjithë, prej Nuhit alayhis salam, të Ibrahimi alayhis salam, të Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pe përmend ulul azmit, pejgamberët më të zgjedhur, pejgamberët më të dalluar, të gjithë kanë ardhur me një qëllim të caktuar. Edhe fjalitë e tyre ti merresh fleto, ti me vrejt, a mos secilën sure në të cilën përmendet çështja e akides dhe besimit të pastër, ka ardhur me të njëjtin refren. Kështu u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Nuk keni të adhuruar tjetër pos Allahut, adhuroni atë. Kjo është gjitha ta burra, gjitha i gjak që është derë, gjitha i ndjerës, gjitha i mund, gjitha i angazhim, gjitha i aktivitet, është bërë për hir të kësaj. Tash është momenti më i volitshëm që ne këtë pemën e besimit tonë, që rrejnë të saja janë thellësisht të ndërtuara mund zemrën çdo besimtarit. Kemi rast ta ujitim që ta forcojmë këtë pemë. Edhe nëse vinë stuhit e ndryshme, edhe ajo lëviz, mirë por nuk lëviz prej vendit vet. Prap kur largohen stuhit, ajo qëndron stoike përballë çdo fortune të mëkateve dhe degenerimeve. Andaj sot kemi nevojë të jemi të sinqert, edhe momentin më të mundur të mundshëm kemi mundësi ta freskojmë këtë sinqeritet, siç thot Imam Ahmed ibn Hanbali, ai i cili nuk është i sinqert, nuk mund të agjeru. Me një fjalë, la riya fi sawm, nuk ka syfatësi, nuk ka dyftërsi në agjerim. A thua pse? Për shkak se ti je në vetmi, përpara ki ushqime dhe pije të ndryshme dhe ki gruan tënde dhe din që në ditën e Ramazanit është ndaluar me kjo të përdoret.
E ki frikë Allah, nuk e ki as një sy I cili të përcjell, nuk e ki as një kamerë e cila të vëzhgon, por është syri Allahu cili të përcjell. Por e din se Allahu të mbikëqyr, e din se Allahu të sheh, ku do që të më fshefësh, edhe në horizontet e trepçës, atje në thellësitë e barkut tokës, nuk ke mundësi të fshehes syrit Allahut. Kjo argumenton qartas se ti agjerushëm. Kjo argumenton qartas se agjerimi yt është I mbështjellur me sinqeritet dhe me vërtetësinë për të cilin e ke dhënë ti besën Allahut Dhul Gjelal. Thuhet atje se Allahu njerit prej pejgamberëve të vet I ka shpall dhe I ka thënë, thuaj ti popullit tënd, ju I punoni veprat në këtë dynjë të cilat nuk I bëni publike, nuk I reklamoni para njerëzve. Mirë po ka marrë dita kur do t'ju publikoj dhe do t'ju reklamoj para krejt krijesave, kur do t'i ngjallin në tokën e mahsherit, toka e tubimit, kur do dalin para Allahut. E në emrin e Allahut Azza wa Jall, qysh ta ka thonë I dërguari Allahut, agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë ndërmjetësim, do të bëhen shefatxhi nesër në ditën e Kiametit, për shkak se agjerimi do t'i thotë, ej Rabbi, ky besimtari, ky agjeruesi yt, ditën është largu prej ushqimi dhe prej pijes dhe prej gruset I halal, atëherë me lejo që të dërmjetësoj për ta. Qashtu edhe Kur'ani do të kërkon ndërmjetësim të Allahu, se netët kanë kalu duke lexu Kur'an, duke e përmend dhe duke e lexu librin e Allahut, dhe fejeshfiani do t'ju jepet atyre shefati, dhe do t'jepet atyre ndërmjetësimi. Të nderuar vëllezër, ti agjeron tash në ditët e të nxehtit gusht, në ditët më vapë të mundshme, edhe buzët tuaja janë të thara, edhe ti fyti yt është I terrën, edhe barku yt është I uritur, ke nevojë për të ngopur, ke nevojë për të shu etjen tënde, ke nevojë për t'i lag buzët tua, por ti këtë nuk e bën se Zoti yt ka urdhëruar. A thu vallë të dashur vëllezër, Allahu këtë nuk e vlerëson? A thu vallë vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal nuk e çmon? A thu vallë vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal nuk gëzohet për veprimin ton. Allahu gëzohet. Allahu Dhul Gjelal e çmon. Allahu Dhul Gjelal e vlerëson. Dhe nuk e lën pash për bly. Dhe të njëjtën kohë kur ti agjerushëm, damartë tu thahen, ti je I lodhur, I raskapitur, prej punëve dhe prej obligimeve, dhe të njëjtën kohë je stoik, me agjerimin dhe përkushtimin të drejt Allahut, e din ti pa fuqin tënde dhe njëtën kohë e ndjen shpirtin tën sa I madh është Allahu, kur e bën mend se Allahu Samet. Allahu është Samet. Samet çka I bën shit? I bën ai cili nuk ka nevojë me hunger, ai cili nuk ka nevojë me pi, dhe ai nuk ka nevojë për kurrë. Dhe ti e din se je robi Allahut Dhul Gjelal, I cili nuk han, I cili nuk pen, I cili nuk ka nevojë për grua, I cili nuk është I lindur dhe nuk e ka lind as kandin. Dhe të njëjtën kohë nëpërmjet kësaj cilësie, që në këto 12 orë, këto 14 orë, këto orë të nxehta të vapës, ti je I lodhur, je I raskapitur, je I më I afërt I Allahut. Je I afërt I Allahut dhe kërkon shpërblimin prej tij. Dhe kërkon që Allahu Dhul Gjelal ti paguaj këtu në një ditë kur nuk kanë me të bëjë ty dobi, as malli yt, as fëmijët e tu, as autoriteti yt, as shoqënia jote, as përkraja jote, as të mbështeturit ndaj teje, por kush do të bën dobi? Përveç se zemra e pastër e mbushur me devotshmëri. E ky është rasti më ideal I mundshëm që besimtari ka mundësi që t'ju afrohet Allahut Dhul Gjelal. Të njëjtën kohë ti ke agjeru dhe dita është me vapë. Plus të njëjtën kohë, përveç se është vapë e madhe, ti e din se je I rrethum prej mëkateve më degeneruese dhe më shkatërrimtare të mundshme. Mirë, po ti duke agjeru dhe duke kryer obligimet e tuja gjatë muajit shenjtë Ramazanit, ti duhet ta dish dhe ta kesh në ndërdijen tënde se atje po thret një thirrës në derën e Rayyanit. Se në xhenet është një derë e cila ka emrin Rayyan. Dhe në atë derë nuk guxon me hi ato, përveç sa ata të cilët kanë agjeru. Edhe të njëjtën kohë ti duke agjeru, e ndjen shpirtin tonë se nesër kur do dalim para Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal ka më naftu prej asoj dere për të cilin e sot kemi sakrifiku, kemi fliju,
Dhe të njëjtën kohë nuk kemi pranu me çfarë do kushti agjerimin ton me prish, por kemi pranu të jemi rob sinqert të Allahut dhul xhelal dhe me merit dhe me ndihmën e Allahut do të meritojmë të hymin prej asoj dere, që kur do të mbyllet ajo derë, nuk ka mundësi të hapet për asnjë njeri tjetër i cili nuk e ka agjeru muajin e shenjtë Ramazanit. Andaj ti e ki rastin më ideal, vllai dashur. Ti duke agjeru, i lodhur, i raskapitur, unë edhe etsh, ke nevojë për ta shu etjen tënde, edhe prej gojës tënde lirohet një erë keqe dhe kundërmend, e cila të pengon ty dhe ai i cili është afër teje. Për të njëjtën kohë ti e din, la khalufu fammi saimi atyabu inda Allahi min rihil misk. Që do të thotë gjuhën shqipe, era e keqe që del prej gojës së agjeruesit, është më e mirë dhe më e këndshme se sa era e miskut të Allahut dhul xhelal. Ti e din se me këtë erë e cila ty të pengon, ti e din se me këtë erë ti ki me gëzu Allahun, dhe nesër të Allahu dhul xhelal kjo erë ka mu shëndru, erë misku. Prandaj vllai dashur përgatitu. Hape portën e zemrës tënde. Dhe të njëjtën kohë pendohu vllai dashur, sepse para sezonave ku ka mundësi njeriu të fitoj, ku ka mundësi njeriu të korr, ku ka mundësi të jetë i madh, nuk guxon muslimani ndryshe ta pret këtë sezon të adhurimit, këtë muaj të shenjtë Ramazanit, në të cilin ka zbrit Kur'ani, në të cilin ka ndodhur ngjarjet më madhore të mundshme që do t'i përmend pak më vonë. Të nderuar vëllezër, nuk guxon besimtari ta pret këtë muaj të shenjtë, përveç se duke qenë i pendueshëm, përveç se duke qenë duke kërkuar falje prej Allahut, o Allah, falem se nuk kam gabuar. Secili prej nesh në vitin e kaluar, kur e kemi përfundu muajin e shenjtë Ramazanit, kemi pas mangësi, kemi pas gabime, kemi pas lëshime, kemi bë lëshime, edhe secili prej nesh që sot jemi gjallë dhe mi duke prit për të përfundu muajin Shaban dhe për të fillu muajin Ramazan, çka kemi thonë? Kemi thonë na gjithë, na dhosh Zoti ymer kur ta takoj muajin e Ramazanit në vitin e ardhshëm. Ato gabime dhe ato lëshime dhe ato gabime të cilat i kemi bë me dashje pa dashje, nuk kemi mi përsërit në Ramazanin që na vjen. Ja, bëhu i sinqert, bëhu i vërtet. Nëse ke thonë një mend, ta dha Zoti mundësinë që ti të takoj dhe të fillosh i sinqert ta kryesh obligimin tënd para Allahut dhul xhelal. Të nderuar vëllezër, muaji i shenjtë Ramazanit e tham se është një muaj kur muslimani nuk guxon të jetë dëmbël, kur muslimani nuk guxon të jetë pasiv, kur muslimani nuk guxon të jetë njeri i cili priton, por muslimani duhet të jetë patjetër ambicioz, por muslimani duhet të jetë patjetër optimist, patjetër muslimani duhet të jetë punëtor i madh, i shkaft, i zgjuar, për shkak se është koha për të fituar, se shejtanin e ki të prangosur, se dyert e xhenemit i ki të mbyllura, dhe dyert e xhenetit i ki të hapura. Ty nuk takon tjetër përveç se ti jesh i angazhuar dhe aktiv në kryerjen e obligimeve të Allahut. Ti duhet patjetër të motivohesh me veprën e pejgamberit tan, sallallahu alaihi wasallam, me veprën e sahabëve, e kolozëve, e burrave, e mujahidëve, të cilët me punën dhe dërshmërinë dhe trimërinë dhe burrninë e tyre, ata jo që e mahnitën botën, por lanë gjurmë të pashlyar në historinë botërore, jo vetëm për musliman, por edhe për njerëzin mbar. Nuk kime mujt me gjetë fitore të muslimanëve dhe triumf i cili nuk ka mundësi që besimtarët përveç se të gëzohen dhe të mburren, e që këto ngjarje madhore nuk kanë për të ndodhur përveç se në muajin e shenjtë Ramazanit. Duke filluar me betejën e parë kur u takuan tauhidi dhe shirku në fytyrën e tokës, kur u takua besimtarët e Allahut dhe jo besimtarët të cilët nuk e pranuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në muajin Ramazan lufta e Bedrit, në çlirimi i Mekës. Pastaj të gjitha ato beteja të mëdha, shumica e tyre ndodhen në kohën e muajit të shenjtë Ramazanit. Gjithashtu vëllezër të dashur, gjithashtu edhe ardhja e Islamit, edhe fitoria e muslimanëve vëllezërve tonë Osmanli në vitin 1389 në betejën e Kosovës e mërtuar që njohin krejt atë në atë botë,
ballkanasit krishterë në krye me carllazarët e mallkuar, shkijeve të degeneruar, të u ballafaquan me ushtrinë e Sultan Muratit. Ato ishte nata 27 kur muslimanët e fituan fitoren dhe aty ju mundsua njerëzve që ta njohin Islamin dhe shqiptarët bashkë me bosnjakët e pranuan Islamin. E pranuan Islamin dhe ju nënshruan Allahut Dhul Xhelal. Gjithashtu vllazën të dashur edhe në historinë bashkëkohore, do ta përmendi patjetër, kur ju vënun temelet dhe ju rrëzua vrulli i serboslavëve. Ndodhi pikërisht në njërin prej natëve të muajit shenjtë Ramazanit, kur familja bekuar me plot kuptimin e fjalës, familja e Lavdis, e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit, e zbrapsi me sukses ushtrinë dhe paramilitrie. Në krye me komandantin Zahir Pajazitin, unë nisën për të kryer një mision dhe në gjysmë të rrugës në njërin prej pikave të kontrollave në mes të rrugës së Mitrovicës dhe Prishtinës, atje diku për të vushtrrisë, atakohen dhe bien në kurthat e serboslavëve dhe të tre burrat krye me Zahir Pajazitin, të tret ishin agjerueshëm dhe iftarin e kishin pas përgatitur në Prishtinë, mirë po don Zoti ndryshe, ata të jenë agjerueshëm e iftarin ta presin në xhenetin e Allahut Dhul Xhelal. Prandaj neve na bëjnë që këto raste të lavdis, këto raste të historisë, si në historikun e burrave të mëdhej, nëse hedhun një shikim atje në historinë e slirimit të Spanjës, të Andaluzisë për mbi se 8 shekuj, duke qenë stoik përballë sulmeve kishtare, atë e vren se Tariq ibn Ziyadi rahimahullah, njëri për komandantëve i pari cili hyn në tokën e Evropës dhe i bjen sejdë Allahu dhe i thot Subhana Rabbiyal A'la, ka qenë ditë prej ditëve të muajit shenjtë Ramazanit. Dhe thuhet atje se duke fillu dhe duke hyrë ndërmjet ngushticës më së ngushti, se sot tek ne është e njohur atë në gjeografi Gibraltarit që është 14 kilometra ndërmjet Evropës dhe Afrikës. Ajo rrjedh për fjalët Xhebelut Tariq, pra është kodra e Tarikut. Tariq ibn Ziyadi, njëri prej komandantëve kryesor, i cili është bërë sebe pas Allahu Dhul Xhelal për ta hap Andalusin, pra për ta hap Spanjën dhe për ta fut udhëzimin dhe dritën e imanit në atë pjesë të Evropës. Thuhet se kanë zonë gjumi në anije. Dhe ka pa ndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë dy versione. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Taqaddam ya Tariq wa sha'nuk." Vetëm përpara, o Tariq, se Allahu ka më të ndihmu, dhe është në qupe i gjumit, dhe thot i ka marrë myshde besimtar se Allahu Dhul Xhelal ma ka dëftu në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe na ka marrë myshde se Allahu ka më në ndihmu, përpara burra se nuk ka kushet më ndalë. Edhe thua se kur ka ndalë në bregun tjetër të detit, të gjitha anijet i ka djeg dhe ju ka thonë burrave dhe besimtarve: "Prapa jush është deti, para jush është armiku, nuk ka kthim mbrapa, por vetëm përpara. Kush është gjallë ta fitoj dhe ta ndjej çlirimin, dhe kush do të vdes të shkojë në rahmetin dhe në xhenetin e Allahut Dhul Xhelal." Allahu Dhul Xhelal do të na ndihmoj që edhe në vap, edhe në këto kushte, edhe pse jemi të rrethuar prej mëkateve, prej këtij fesati të madh që është duke u bënë për qytetet dhe në përmjediset tona fatkeqësisht, inshallah Allahu Dhul Xhelal do të na forcoj dhe do të na përmirësoj dhe do të na vetëdijsoj se kur të hymi me gjunahe të stërmbushur dhe të ngarkuar për mbi supet tona, Allahu të na përmirësoj spari raportet tona njëri me tjetrin. Pastaj ta dojmë njëri tjetrin fuqimisht edhe të afrohemi fuqimisht dhe të duhemi seriozisht dhe të ndihmohemi me një vendosmëri shumë të madhe. Pastaj të pendohemi, sepse kur të jemi të penduar dhe ju dini se për shumë të mirave që ka dera pendimi, për shumë të mirave që duhet mban me ligjerata për të dhënë diçka nga urtësitë e pendimit. Unë një po jo përmend juve, përveç se me anë të pendimit, përveç se ka shumë të mira, por një do të na mjafton sonte këtu me përmend, se kur ne pendohemi, ne e gëzojmë Allahun ma shumë sa i cili kur ka udhëtu në atë shkretin në devën e tij apo në kalin e tij, i cili ka qenë mjeti i udhëtimit, edhe për mbi shalin e tij ka qenë ushqimi dhe pija e tij, edhe gjatë rrugës e ka humbur, edhe pas një kohe ka gjetë pasi që është lodh, pasi që ai është
vendos se ai nuk ka zgjidhje, përveç se këtu ta gjej vdekje dhe shkatrimi i tij. Pas gjumit, kur është ngrit e ka po devën apo kalin e tij dhe frejt e tij duke prej kokën e tij, e ka kap frejt me dorën e tij. Dhe prej gabimit, vën si me thonë, o Allah, unë jam robi yt e ti e Zoti im, ka thonë, o Allah, ti e robi im e unë jam Zoti ynë. Prej gabimit të madh. E dinë vëllezër të dashur, ne pendohemi prej çfarë do mëkati? Prej çfarë do mëkati? Ne e gëzojmë Allahun më shumë se sa i cili u gëzu për këtë veprim që ka gjetë mjetin udhëtimit të tij pasi që ka humbur rrugën e tij. E kjo vëllezër të dashur është shumë e lehtë edhe shumë e fuqishme. Është një element shumë i madh për shkak se si e përmenda më herët shejtan të prangosur, dyert e xhenetit të hapura, engjujt dhe melaçet e Allahut nuk ka plomb që nuk kanë zbrit, sidomos në natën e Kadrit, që e lusin Allahun dhul xhelal për agjerimin, për neve, për të na fal Allahu dhul xhelal. Prandaj mos pritoni burra, jepjani besën e Allahut dhe freskoni beslidhjen e juaj me Allahun, sa Allahu ka më animu, sa Allahu dhul xhelal ka më na lehtësu, sa Allahu dhul xhelal do të na ndihmoj. Muaji i Ramazanit, muaji i Kur'anit, muaji i Taravive, muaji i adhurimit, muaji i iftarëve, muaji i sufyreve, muaji i punës, muaji i angazhimit, muaji i urdhërimit për të mirë dhe muaji i ndalimit prej të keqes, muaji i vetëdijsimit, i edukimit. O vëllezër, apo vreni se sot nuk ka edukim, ndoshta ka arsimim, mirë po nuk ka edukim. Pa edukim nuk na vjen as arsimimi. Prandaj o vëllezër duhet të jemi më të edukuar me Allahun, të edukuar me të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, të edukuar me njëri tjetrin, për shkak se al-adabu qabla al-ilm, edukata dhe edukimi është para arsimimit. Kemi obligim që të mësojmë dhe të vetëdijsojmë popullin, familjen tonë dhe individët tonë dhe kolektivin tonë përgjithësi, se pa edukim Allahu nuk na pranon, pa edukat Allahu dhul xhelal nuk na don, pa edukat nuk kemi mundësi të shkojmë përpara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 vjet i ka eduku sahabët e tij, shokët e tij, se duhet të jenë burra dhe të duhen njëri me tjetrin, por jo për interes së dynjaje, por për interesin e xhennetit, sa i cili shpëton zjarrit të xhenemit, faqad faza fawzan azima, ka shpëtu me fitoren e madhe. Prandaj qysh e ka mësua Allahu të dërguarin e vet sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, gruan e tij, mësuesen dhe nanën e besimtarëve Aishën radhiyallahu ta'ala, Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti i cili e don faljen, e don me i shly mëkatet tona, dhe je i but dhe je fisnik, shlynaj dhe falnaj mëkatet tona. Njëri prej komenteve të dietarëve për këtë hadith është se Allahu dhul xhelal kur t'ja fal njeriu mëkatet, nuk do me thonë që e ka shly atij. E kur është koha për të shly, është koha pikërisht në njërin prej netëve të muajit të Ramazanit, prandaj duhet ta themi edhe ta përsëritemi dhe të jemi serioz në kërkimin prej Allahut. O Allah, shlynaj gjuna, dhe shlynaj prej fletorëve tona që nesër kur dalën para teje, mos të ekzistoj evident dhe i regjistruar mëkate dhe gjunat që ne kemi bërë. Allahu e din më së miri, atë që e kam thënë dhe e kam qellu, është me rahmetin e Allahut, jo për shkak të dijes dhe përvojës time. E atë që kam gabu, është për shkak mëkateve të mia. Allah më falë të mi, më mbuloft metat mia, edhe këtë muslimanëve, anë mbar botës, kudo që të janë, muslimanë sot janë hall, muslimanë sot janë zërb, ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka filluar të këndellët, por është në lodhje, është në pritje. Prandaj o vllazni, mos e dërmoni dhe mos e shkatroni dhe mos e prishni unitetin e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është momenti më i volitshëm që t'ju kthehemi njëri tjetrit edhe këta bëjmë për izat Zotit. Zoti na pranon. O vllazë, nuk ka gjuna që Allah nuk e fal. Allah e fal edhe shirkun nëse ti je i sinqert dhe pendosh. Sa shoku Resulullah alayhi salatu wasalam. Tu ja dhon besën pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka tërheq dorën. Pse po tërheq dorën? Thotë se Allah më fal ato që i kum bopën. Allah e fal. Islami yujibu ma qablahu. Islami erzan, Islami e fshin, pendimi e shlyn. Mirë po bëj sinqert. Bëj sinqert, bëj vendosur se Allah e fal. Andaj mos u kurseni duat e juaja për vllazërit e juaj. Pesheni sot vllazërit ton
që po janë duke vujt në Libi, vllazërit tonë në Yemen, vllazërit tonë në Siri, vllazërit tonë në 4 anë të botës në Palestinë, a vllazërit tonë që duke vujt për gjën më elementare të mundshme. Mos i kurseni në dua. Lutni Allahun, sidomos në muajin e shenjtë Ramazanit, se Allahu e pranon dhe Allahu na forcon. Allahu na udhëzof prindrit tan, fëmijët tonë na edukof, fëmijët tona na mbuluf, edhe të marrën dhe udhëzimin e Allahut në Waliu Zalika ul Qadir Alayhi, edhe një herë për stafit organizator, shumë faleminderit dhe shumë mirënjohje dhe shumë jam mirënjohës për thirrjen. Nuk kam thonë diçka se cilën ju nuk e dini, por kam ardhur prej një piknisit, vetëm ajo është ajeti kuranor, o dhekir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Për kujtoj se për kujtimi bën dobi besimtarëve. Allah i rujt e Allah i na shtu dashnin për izat Zotit. Allah ju du për izat Zotit. Inshallah Allahu dhul xhelal na pranon. E për ai muaj shejt Ramazanit tonë edhe stafit organizativ, edhe juve që na dëgjoni, unë e di se ju që më keni dëgjuar më shumë një lidhje se sa unë që kum fol. Se çashtu është adet. Por duke e përmend ajete hadithën ashta lodhja juve është fresku e Zotit e pranon. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Allah i ndaroj. Allah të ndërrof në një